Zhvillimet e reja janë shënuar në gjykatën e posaçme, ku i pandeori Ilirian Feçi ka dhënë dëshminë e tij lidhur me një grabitje të ndodhur në shkurt të vitit 2011 në qytetin e Elbasanit. Sipas tij, ngjarja ka ndodhur në banesën e shtetasit Lirak Bayraktari, nga ku është marrë një çantë me bizhuteri dhe sende me vlerë. Në rrëfimin e tij para trupit gjykues, Feçi deklaroi se në këtë grabitje ka vepruar në bashkëpunim me Talo Çelon dhe Dashnor Dumani, duke përjashtuar kategorikisht nga ngjarja Gendian Sharrën. Ai theksoi se ditën e grabitjes janë nisur nga banesa me automjetin e tij me targa italiane dhe kanë përdorur një mjet tip Range Rover gjatë realizimit të krimit. Sipas dëshmisë, pas grabitjes, sendet e vjedhura përfshin varse, byzylik, unaza dhe ora janë dërguar në banesën e Talo Çelës dhe më pas janë shitur në Tiranë, ku fitimet janë ndarë mes tyre. Feçi shtoi se gjithë ngjarja është fiksuar nga kamerat e sigurisë të një banke dhe një banese private në zonë. Në vijim, ai kumguli se pamjet filmike vërtetojnë se Gendian Sharra nuk ka qenë pjesë e grabitjes, duke hedhur akuza të drejtpërdrejta ndaj Nurettin Dumanit. Sipas tij, 3 vite me radhë prokuroria është bazuar në deklarime të pavërteta të këtij të fundit, çka sipas Feçit ka çuar në përfshirjen e padrejtë të emrave në këtë çështje. Dëshmia e tij pritet të vlerësohet nga gjykata në vijim të procesit, ndërsa hetimet dhe ballafaqimet mes palëve vijojnë për të zbardhur plotësisht rolet dhe përgjegjësitë në këtë ngjarje të rëndë kriminale.